Profesor Leci, viti 2025 për ty? Storia e suksesit. Storia e suksesi është fjali e madhe, storia e suksesi, po deri dikon. Për mu, është storia e suksesit, pavarësisht që rrugës edhe mund, thojza me thonë, mund me gabu dikon, por që një vit me shumë punë, dhe me thonë, që do mos në aspektin e futbolit, thuj se gjitha ditë të punu me futbol të umirë me sport, por mund me qujtë lirisht storia e suksesit, pavarësisht që ajo periuda që isha të Rahoveci ka qenë, Rahoveci është ra nga liga, por unë e quj histori e sukses, sepse mënyra se qysh e ku marrë ekipën me 5 pikë, mënyra se qysh është dosh mi marrë 14 futbolista, mënyra se gjitha ekipet kanë fillu me 5 janar, unë kanë fillu me 16-17 janar, edhe mënyra se sa kam qenë largë vendit që ka, dhe më thënë sa pikë largë kam qenë, jemi afru shumë, por në fund, pas ka dhe dështim këto. Po dhe, pra ne po thëmë, në fund... S'ko ka krejtë sukses. Story suksesin për këta thash se gjeru pak e ronë story suksesin. Jo, unë e quj story suksesi sepse nga njerë këto sfida të rrisin shumë. Edhe, kom thonë edhe vitin e kalum në emision, edhe thëmë vazhdimisht që edhe për trenerit Ismet, unë e ku mësu, ku morë shumë sene, e një ndërto është kjo që thëtë sfida të forcojnë. Kalitesh me koha, a? Kalitesh. Edhe kjo është, ka qenë një sfid me Rahovecin, por... Këtë dilena diçka hojna ma vëndit. Po? Në onën e kundërt, në onën tjetër, Romja ose periudat e Rahovecin, por mu ka qenë e mirë, sepse kemi të regu futbol të mirë, kemi të regu që mujna me lu futbol, edhe në bas përfundimit Rahovecit, kam pas disa oferta, edhe tash sfundi jam pjesë e klubit futbollit të Kleris. Oferta prej operatorëve... Dvalës në qenë dhe tipkës. Po, e dinti shumë mirë se ti... Ale pa më thirë, njerëzit të du ka me thirë tash se i dinti, qarkullojnë të sene. Por, dhe më thonë, për mu unë me qujtë lirisht që storia e suksesit, e sidomos periuda këto 2 mujtë e kalum, 2-3 mujtë që isha që jam të Liria. Vitin 2026 e ki obligu se me një në Super League. Ja, obligative se kam. Objekt, sigurisht që po. Objektivi kryesor. Objektivi kryesor. Objektivi kryesor, Unë kom folë me tifas të Liris, Lecin ka thonë që ajë du të me na inkuadru në Super League. Objektivi kryesor... Venit par edhe dytë, që është venit 3-4, tifas bu më kanë thonë o dështim. Okej, objektivi kryesor... Tu e ditë budgetit që na ka të regu Faruku sa ka Liria, po. Objektivi, o rrita është në 2026, o rrita re. O rrita? O bo 100 kë. Objektivi nuk diskutohet që është inkuadrimi në Super League, por që janë këto ekipet të tjera që janë edhe ato të forta, ato ka një objektiv. Garat i të fort dhe në fund, na do të mundohemi maksimumin me bon çdo lloj ndeshje, si stërvitje, po ashtu edhe ndeshje që të arrijmë objektivin që qyteti i dytë në Kosovë, që është Prizreni, me u fut në Super League.